E dini se një analizë e vetme mund të tregojë pse s'po vjen cikli menstrual, pse ndihesh e lodhur apo pse s'po mbeten i shtatzan. Prolaktina, pikërisht ky hormon që prodhohet nga truri në pjesën quajtur hipofiz, është përgjegjës që të na ndihmojë trupin ton të prodhojë qumësht, por dhe të ndikojë në humorin, në ciklin ton dhe në ovulimin. Kjo analizë kërkohet të bëhet në mëngjes esëll, pa kafe, pa stres, pa aktivitet fizik. Edhe një natë pa gjumë mund të ndikojë të rrisi prolaktinën përkohësisht. Kur kjo analizë del e lartë, zakonisht lidhet me stresin, me pagjumësinë, me një tiroide të ulët, dhe kjo mund të sjellë vonesa të ciklit menstrual, vështirësi për të mbetur shtatzan, ose një lodhje të vazhdueshme. Mund të ndodhi që të dalë dhe i ulët testi prolaktinës, gjë e cila ndodh rrallë. Kjo tregon probleme me hipofizën ose tek nënat pas lindjes mungesën e qumshtit. Pra, në shumë raste nuk është as fati, siç thonë, as mosha, por është stresi ai që prish balancën hormonale. Kujdesi për trupin ton fillon që nga njohja e vetvetes.